Në Des Moines, Iowa, një ngjarje e papritur ka tronditur komunitetin arsimor. Autoritetet federale të migracionit arrestuan Jan Roberts, superintendentin e distriktit më të madh shkollor në shtet, duke thënë se ai jetonte dhe punonte ilegalisht në Shtetet e Bashkuara dhe kishte një mandat të deportimit në vitin 2024. Roberts, 54 vjeçar me origjinë nga Guajana, kishte marrë një urdhër për largim nga vendi që në vitin 2024 por kishte vazhduar të punonte si drejtues i mbi 30.000 nxënësve dhe gati 5.000 punonjësve në Des Moines. Ai u ndalua pas një kontrolli rrugor të premten ku fillimisht tentoi të arratisej në pyll. Policia e shtetit e ndihmoi ICE në arrestimin e tij. Sipas ICE, në momentin e kapjes ai kishte me vete një armë zjarri të ngarkuar, $3.000 cash dhe një thikë gjuetie. Zyrtarët e migracionit shprehen abis se si ai kishte punësuar pavarësisht mungesës autorizimit për punë dhe një urdhit më parshëm dëbimi. Distrikti shkollor reagoi duke thënë se kishte kryer verifikime ligjore dhe se Roberts kishte plotësuar dokumentet e nevojshme për punë. Ata e përshkruan atë si një lider dinamik të përkushtuar ndaj nxënësve dhe gjitha prejardhjeve. Edhe sindikatat e mësuesve dhe punonjësve të tjerë thanë se ishin shokuar duke quajtur Roberts një figurë me dëmshuri dhe integritet. Roberts ishte emëruar në këtë postë në korrik të vitit 2023 dhe kishte një pagë vjetore prej $270.000. Ai kishte gjithashtu një licencë profesionale administratorit të vlefshme në Iowa. Para se të vinte në Des Moines, kishte drejtuar një distrikt shkollor në Pensilvani. Guvernatori republikane Kim Reynolds u informua menjëherë për arrestimin, ndërsa qindra qytetarë dolën në protestë në Des Moines dhe Iowa City duke kërkuar lirimin e tij.